أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسولنا المصطفى وعلى آله وصحبه الشرفاء وبعد فالندريم ذا الأذرات تدقين الله جل جلاله صلاة السلامة شوفش ببيغمبير صلى الله عليه وسلم بفamiljen e tij, shokët e tij dhe gjithë muslimanët që pasojnë udhëzimin e tyre deri ditën e gjykimit. Allahumma amin. Do të fillojmë një cikël të shkurtër ligjëratash rreth disa tematikave që kanë të bëjnë me besimin e njerëzit, me tauhidin, me akiden, pika shumë të rëndësishme, pika të cilat në kohën tonë moderne luftohen, propagandohen kundër këtyre pikave, të cilat janë prej bazave, prej shtyllave të fesë Allahut subhanahu wa taala. Çështja e parë të cilën do të flasim sonte është kufri në tagut apo mohimi i tagutit, dhe prej saj është distancimi prej jo besimtarëve, është gjysa e tauhidit. Gjysa e tauhidit. Pika tjetër me radh thot knatësia e jo besimtarëve, pra ata nuk janë të kënaqur me ty derisa ti pasosh ata në fenë e tyre. Pika tjetër e rëndësishme që të flasim me lejen e Allah subhanahu wa taala, ligjërata të veçanta, këshilla e mirë dhe butësia nuk do me thonë me ndryshu ligjet e Allah subhanahu wa taala. Aty ku Allah na ka urdhëruar që na të sillemi but, të sillemi mirë, të këshillojmë me urtësi, kjo s'do me thonë që na me lëshu prej fesë tonë, në raport me jo besimtarët. Të folrit me të kotën është më e rëndë se sa heshtja prej të vërtetës. Ata që flasin të kotën janë më të këqij, janë më të rrezikshëm, janë më të padashur te Allahu subhanahu wa taala se sa ai i cili hesht ndaj të vërtetës, pra nuk ka flet të vërtetën. Dhe pika të tjera të rëndësishme prej tyre se Allahu subhanahu wa taala e ka plotësuar këtë fenë, dhe kjo fe nuk ka nevojë as të shtohet diçka, as të paksohet. Lufta mes të vërtetës dhe të kotës është obligim sheriatik i cili është i vazhdueshëm deri në kiamet. Periudha e Mekkës është periudhë më e rëndë se periudha e Medinës. Në rastin e problemeve, kthimi duhet të jetë te fjala e Allahut dhe fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe pika tjera që do të mundohemi me lejen e Allahut subhanahu wa taala për çdo pikë të bëjmë nga një ligjërat, nga një mësim të veçantë. E para, mohimi i tagutit është gjysa e tauhidit. Dhe kur ta përmendim kështu, na jep ne me kuptues se sa rëndësishëm është mohimi i tagutit. Dhe prej saj, prej mohimit të tagutit është edhe distancimi prej shirkut dhe distancimi prej jo besimtarëve. Allah tha në Kur'an: "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-'urwati al-wuthqa la infisama laha wallahu samiun alim." Ai i cili e mohon tagutin dhe beson në Allahun, ky njeri është kap për nyjen e pashkëputur. Ky njeri është kap për nyjen e pashkëputur. Me këtë urdhër erdhën pejgambert e Allahut subhanahu wa taala. Me këtë parollë erdh Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, duke u thënë njerëzve: "Qulu la ilaha illa Allah tuflihu." Thuni la ilaha illa Allah, keni me shpëtu. Tha Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, Allah më shiroft, fjala la ilaha illa Allah ka mohim dhe pohim, ndahet në dy pjesë. Gjysa është
mohimi dhe gjysa tjetër është pohimi. Tash kjo fjalë për me e thonë shumë njerëz. Për me e thonë shumë njerëz. Po sa janë ata që e realizojnë këtë fjalë? La ilaha illallah është kelimetu tauhid, apo kështu e njohim. Fjala e tauhidit. Ama kjo fjala e tauhidit po ndaj ka në dy pjesë, në dy gjysa. Një gjysë është mohimi i tagutit dhe gjysa tjetër është adhurimi i Allahut subhanahu wa taala. Para realizimin e të dyjave, tauhidi i njeriu është i pasakt. Do më thonë njeriu nuk bëhet musliman pos duke i plotësu të dy këto gjysat, të parën edhe të dytën. Kush mohon tagutin, te la ilaha illallah është la ilaha, mohimi i tagutit. Wa yu'min billah, dhe beson në Allahun illallah, faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa. Ky njeri është kap për nyjen e pashkëputur. Pra plotësimi i të dyjave. Tha Allahu në Kur'an: "Thumma awhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahima hanifa, wama kana min al-mushrikin." Dhe pastaj ne të shpallëm ty që ta pasosh fen e Ibrahimit alayhis salam. Hanifa, fe e pastër. Wa ma kana min al-mushrikin, dhe ai nuk ishte prej mushrikëve. Dhe tha Allahu subhanahu wa taala: "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut." Në çdo popull kemi të dërguar që t'i thrasin ata, adhurojeni Allahun, një gjysë, wajtanibu at-taghut, dhe distancohuni prej tagutit, gjysa tjetër. Obligativ është për njeriu që t'i plotson të dyjat. Dhe tha Allahu subhanahu wa taala: "Walladhina ijtanabu at-taghuta an ya'buduha wa anabu ila Allah lahumul bushra fabashshir ibad." Ata të cilët u distancuan prej adhurimit të tagutit, ata të cilët e braktisën adhurimin e tagutit, wa anabu ila Allah, dhe ju kthyen Allahut me adhurim, lahumul bushra, për ata është përgëzimi. Dhe tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Man qala la ilaha illa Allah wa kafara bima yu'badu min dunillah, haruma maluhu wa damuhu." Ai i cili thot, hadith që kanë dhënë Imam Muslimi, se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai i cili thot la ilaha illa Allah dhe e mohon, dhe kjo pjesa e dytë e hadithit, dhe e mohon atë e cila adhurohet pas Allahut, kjo është vërtetim i la ilaha illa Allah. Është vërtetim i pjesës së parë te la ilaha illa Allah, për shkak se te fjala la ilaha është mohimi i asaj që adhurohet pas Allahut. E pejgamberi ka thënë, kush thot la ilaha illa Allah dhe mohon atë çka është adhuruar pas Allahut, si vërtetim për të parën, thot pasuria dhe gjaku i tij janë të ndaluar. Pra ky njeri është musliman. Wa min al-kufri bit-taghuti al-bara'atu min al-kufri wa ahlihi wa bughduhum wa mu'adatuhum. Dhe prej kufrit në tagut, prej mohimit të tagutit, është distancimi prej kufrit, pra braktisja e kufrit, distancimi prej vepruesve të kufrit, urrejtja e tyre edhe armiqësimi i tyre. Urrejtja e tyre dhe armiqësimi i tyre. E çka është taguti, që da kemi të qartë se për çka po flasim? Dikush prej dietarëve tha taguti është fallxhori, është tagut. Dikush tha magjistari.
Dikush tha tagut është shejtani, iblisi. Dhe definicionet të ndryshme nga ana e dietarëve e që të gjitha janë të sakta. Mirë po të gjitha këto i përmbledh Ibn Kaimi me një definicion. Kullu ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Tagut është secili me të cilën robi e kalon kufinin në adhurim, në pasim edhe në nënshtrim. Adhurim, pasim edhe në nënshtrim. Dhe me këtë definicion hyn shejtani, hyn fallxhori, hyn ai i cili pretendon që e di të vërtetën, hyn tagutat që gjykojnë një me ligjin e Allahut, që ka ardhur në librin 3 parime, 5 tagutat më të mëdhenj të cilët adhurohen pas Allahut, nga Sheikhul Islam Muhammed Abdul Wahhab rahimahullahu taala, se një prej tyre është ai i cili gjykon një me ligjin e Allahut subhanahu wa taala, është prej tagutave. Krejto taguta besimtari duhet me i mohue. Pra tagutin bashkohor me të cilën ballafaqohen sot njerëzit është demokracia. Janë partitë politike, është kuvendi, janë qeverit, janë taguta, të cilët vendosin ligje dhe të njëjtat ja bëjnë obligative njerëzve që të nënshtrohen. Në moment që njeriu zgjedh ligjvënës tjetër pos Allahut, pra i jep të drejtën e ligjvënies diku tjetër pos Allahut, i tilli e ka zgjedh dhe e ka adhuru një tagut. Dhe besimtari çka duhet me bë kashi këtyre tagutave, duhet me i mohu. Duhet me përgënjeshtru saktësinë e adhurimit të tyre. Duhet me i mohu. Duhet me i urrejt. Duhet me i urrejt ata të cilët e veprojnë këtë kufër. Duhet me i armiqsu ata të cilët e bëjnë këtë kufër, adhurues të tyre edhe të adhuruar prej tyre. Pra kjo është obligative. Tha Allahu subhanahu wa ta'ala: "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima walladhina ma'ah." Ju keni shembull më të mirë te Ibrahimi alayhis salam dhe ata që ishin me të. Idh qalu liqaumihim, kur ata ju drejtuan popullit të tyre dhe u tha: "Inna bura'a'u minkum." Ne jemi të distancuar prej juve. Wa mimma ta'buduna min dunillah. Dhe jemi të distancuar prej asaj që ju adhuroni pas Allahut. Vini re, kanë thënë dietarët. Vini re se si Allahu xhelle xhelaluhu në këtë ajet kuranor i ka dhënë përparësi në përmendje fillimisht adhuruesve të tagutit, pastaj tagutit. I ka dhënë Allahu, e ka potencuar Allahu fillimisht distancimin prej adhuruesve të tagutit, pastaj prej tagutit. Që na jep në mësu që në moment që njeriu distancohet prej adhuruesve të tagutit, taguti nuk bëhet mohabet. E kundërta ndodh. Ka disa njerëz të cilët distancohen prej tagutit, ama nuk distancohen prej adhuruesve të tagutit. Distancohen prej shirkut, ama nuk distancohen prej mushrikëve. E Allahu xhël xhelalu ka dashur ne të më na potencuar. Jena të distancuar prej juve dhe prej asaj që adhuroni pos Allahut. Katharna bikum, ju kemi mohuar juve. Wa bada bainana wa bainakum al-adawatu wal-baghdha'u abada. Dhe mes neve dhe juve ka fillu armiqësia përgjithmonë. Hatta tu'minu billahi wahda, derisa ju të adhuroni Allahun e vetëm. Ajeti kuranor. Që kanë dhënë dietarët? Thot Ibn Taymije në Fetava, vëllimi 262. Amara al-mu'minina an yata'assaw bi Ibrahima wa man ma'ahu haythu abdu al-adawata wal-baghdha liman ashraka hatta yu'minu billahi wahda. I ka urdhëruar Allahu besimtarët që ta pasojnë Ibrahimin alayhis salam dhe ata që ishin me të, që u shfaqin armiqsinë dhe urrejtjen atyre të cilët i bëjnë shirk Allahu subhanahu wa taala, derisa ata ta adhurojnë Allahun e vetëm. Dhe thot Allahu më shiroft, faqad amarana Allahu an nata'assa bi Ibrahima walladhina ma'ah. Na ka urdhëru Allahu. Vini re, Ibn Taymija thot, na ka urdhëru, është urdhër.
Nuk është muhabet si dush me e bo, banë si mos dush mos e banë, so problem. Urdhër, duhet me e ba, na ka urdhënu neve Allah subhanahu wa taala. Çfarë na ka urdhënu? Thot, na ka urdhënu neve Allah subhanahu wa taala që ta pasojna Ibrahim alayhis salam dhe ata që ishin me të, që të distancojnë prej mushrikëve dhe prej asaj që ata adhurojnë pas Allahut subhanahu wa taala. Dhe fjala e Ibrahimit alayhis salam, innani bara'un mimma ta'budun, unë jam I distancuar prej asaj që ju adhuroni, illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin, pos ati I cili më ka kriju mu, ai ka më udhëzua. Thot, wal bara'atu didd al walaya, thot distancimi është e kundërta e miqësimit, e afrimit. Wa aslu al bara'ati al bughd wa aslu al walayati al hubb. Thot esenca e distancimit është urrejtja dhe esenca e bashkimit, e miqësimit është dashuria. وهذا لأن حقيقة التوحيد ألا يحب إلا الله ويحب ما يحبه الله لله فلا يحب إلا لله ولا يبغض إلا لله. Thot për shkak se realiteti I tauhidit, pra tauhidi është që mos të duhet dikush pas Allahut dhe të duhet ajo që e don Allahu dhe mos të duhet për diçka tjetër jashtëse për Allahu dhe mos të urrejhet jashtëse për Allahu subhanahu wa taala. Pra dashuria dhe urrejtja janë për hir të Allahut, për hir të Allahut subhanahu wa taala. Thot Imam Kurtubiu, Allah më shëroft. Fjala e Allahut dhe ju keni shembull Ibrahim alayhis salam, atë kur Allahu e ndaloi miqësimin e jo besimtarëve. Pra pasi që Allahu, thot Imam Kurtubiu, pasi që Allahu e ndaloi miqësimin e jo besimtarëve, e përmendin ngjarjen e Ibrahimit alayhis salam, wa anna min siratihi atabarra'u min al-kuffari, dhe prej historisë e Ibrahimit alayhis salam, prej ngjarjes së Ibrahimit alayhis salam, na mësojnë distancimin prej jo besimtarëve. Pra, faqtadu bihi wa atimmu illa fi istighfar li-abihi. Pasojeni Ibrahimin alayhis salam, pasojeni Ibrahimin alayhis salam dhe plotësojeni atë në pasimin e Ibrahimit alayhis salam përpos në istighfarin që ai e bëri për babën e tij. Këtu mos e pasoni. Thot, wal ayatu nassun fil amri bil iqtida'i bi Ibrahim alayhis salam fi fi'lihi. Thot, ajeti është citat, ajeti është argument në pasimin e Ibrahimit alayhis salam në veprën e tij. Wa dhalika yusahhihu anna shar'a man qablana shar'un lana fima akhbara Allahu rasuluhu. Dhe kjo e saktëson mendimin se legislacioni apo ligji I cili është para anës së Kur'anit është edhe ligj për neve kur na informon neve Allahu subhanahu wa ta'ala. Thot, kafarna bikum, ju keni mohuar juve, e ka për kuptim, bima amantum bihi min al-awthani, I kena mohue idhujt që ju I keni adhurua, dhe është thamë, bi af'alikum wa kadhabnaha wa ankarna an takunu ala al-haq. Kafarna bikum, kjo është shumë më rëndësi, për shkak se shumë prej të devijumve, të cilët teprojnë në çështjen e tekfirit dhe kanë këtë shkuptimin në sen e tekfirit, fjalën e Allahut kafarna bikum e sqarojnë katharnakum. Ju kena bërë tekfir juve. Imam Kurtubiu thot, kafarna bikum e ka kuptimin I kena mohu idhujt që ju I keni adhuru pas Allahut. Një mendim. Mendimi tjetër thot është thonë, I kemi mohu veprat tuaja, I kemi përgënjeshtru veprat tuaja, I kemi mohu veprat tuaja që ata të jenë të vërteta. Pra na besojmë që veprat që ju I bani janë të pavërteta, janë të pasakta, janë të kota dhe janë të papranuara te Allahu subhanahu wa taala. Kjo është kuptimi I fjalës së Allahut, kafarna bikum. Wa bada bainana wa bainakum al-adawatu wal-baghdha'u abada. Dhe mes neve dhe juve ka fillu armiqësia përgjithmonë, e hadha da'buna ma'akum ma dumtum ala kufrikum. Thotë Imam Kurtubiu, kjo fjalë ka kuptimin, kjo është rruga jonë, kjo është metodologjia jonë. Karshi juve derisa ju jeni në kufër. Pra përderisa ju jeni në kufër, na kështu veprojmë me juve. Përderisa ju bëni shirk Allahut, ju e mohoni Allah subhanahu wa taala, rruga jon, metoda jon në raport me juve është kjo,
derisa ta besoni Allahun subhanahu wa taala, fa hina idhin tanqalibul muadatu muwalat. E kur ju ta besoni Allahun, atëherë armiqësimi shndrohet në miqësi. Thotë Ibn Kathiri, Allahu e mëshiroft. Allahu subhanahu wa taala i thot besimtarëve që ti bojkotojnë jo besimtarët, ti armiqsojnë ata, të distancojnë prej tyre. Tek fjala e Allahut, ju keni shembull e mirë te Ibrahimi alayhis salam dhe ata që ishin me të. Wa atbahi alladhina amanu ma'hu idh qalu liqaumihim, kur ata i thanë popullit të tyre, na jena të distancuar prej juve, ej tabarra'na minkum, na u distancuam prej juve. Wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum, ej bidinikum wa tarikatikum. Na e kena mohu fen tuaj dhe rrugën tuaj. Thotë nuk e thiri, kuptimi i fjalës Allahut, kafarna bikum, e kena mohu fen tuaj dhe e kena mohu rrugën tuaj. Wa bada bainana wa bainakum al-adawatu wal-baghdha'u abada. Dhe mes neve dhe juve ka filluar mirësia përgjithmonë, ay wa qad shar'at shuriyat al-adawatu wal-baghdha'u min al-an bainana wa ma dumtum ala kufrikum. Thot, do me thonë, prej që tash, mes neve dhe juve ka fillu armiqësia përderisa ju jeni në kufër. Fa nahnu abadan natabarra'u minkum. Na përgjithmonë distancojmë prej juve. Na përgjithmonë ju urejmë juve. Deri kur? Derisa ju të adhuroni Allahun e vetëm. Derisa ju të njësoni Allahun në adhurim subhanahu wa ta'ala, dhe mos të bëni shirk Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe të largoheni, të bojkotoni dhe të distanconi prej të adhurumve tjerë që i keni adhuru pas Allahut, prej idhujve dhe statujave që i keni adhuru pas Allahut subhanahu wa ta'ala. Thot Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, baza e fesë dhe rregulli i saj është e para, urdhri për të adhuruar vetëm Allahun të vetëm duke mos i bërë shirk, nxitja në të, miqësimi në këtë çështje, tekfiri i atyre të cilët e praktisin tauhidin. Dhe e dyta, ndalesa prej shirkut në adhurim dhe Allahut subhanahu wa taala, vrasësia në këtë çështje, armiqësia dhe tekfiri i atyre të cilët i bëjnë shirk Allahut subhanahu wa taala. Dhe thot Allahu shrof në Durrul Sunniya, inna al-insana la yastaqimu lahu dinun wa law wahhada Allah wa taraka ash-shirka illa bi adawati al-mushrikin wa at-tasrih lahum bil adawati wal bughd. Thot Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, Allahu shrof, feja e njeriut nuk mundet të jetë e drejtë si duhet, tamam, edhe në qoftë se e adhuron vetëm Allahun dhe largohet prej shirkut, derisa ai ti armiqson mushrikët dhe tu aparaqet armiqësi dhe urrëtien haftazi. Dhe vini re. Tu ka thonë, la yastaqim, nuk është e drejtë. Nuk është e drejtë. Po, ka mundësi ndonjëherë njeriu, çka marr tash vazhdim, ka mundësi njeriu mos më shumë më shfaq armiqësinë e besimtarëve. E plotësimi i fesë dhe drejtësia e fesë është kur t'ja shfaqësh armiqësinë dhe urrëtien jo besimtarëve. Kusha e pika kena marrë në vazhdim. Thot Abdulrahman ibn Hasan, Allahu e mëshiroft, wa ajma'a al-ulama'u salafan wa khalafan min as-sahabati wat-tabi'in wal-a'immati wa jami'u ahli sunnati anna al-mar'a la yakunu musliman illa bit-tajarrud min ash-shirk al-akbar wal-bara'ati minhu wa mimman fa'alahu wa bughdihim wa mu'adatihim bihasab at-taqati wal-qudrati wa ikhlas al-a'mali kullaha lillahi subhanahu wa ta'ala. Thot janë të pajtimit të gjithë dietarët, nga selefi edhe nga të mëvonshmit, prej sahabëve, tabiinëve dhe dietarëve të muslimanëve nga al-sunneti, se njeriu nuk mundet me qenë musliman pos në qoftë se largohet prej shirkut të madh, distancohet prej shirkut të madh dhe prej atyre të cilët edhe prej shirkut të madh i urrejn ata, i armiqson ata, varësisht mundësisë që ka. Wa ikhlasul a'mali kullaha lillah, dhe që vepra t'i bën sinqerisht vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala. Dhe thot, dhe për shkak se çështje shumë të rëndësishme, pra armiqësimi dhe distancimi prej besimtarëve, thot wa li hadha al-asl al-azim alladhi huwa millatu Ibrahim, për shkak se çështje madhështore e cila është feja e Ibrahimit, Allahu e ka bërë legjitime luftën kundër xhihadin kundër mushrikëve dhe ka thënë
وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Luftojni jo besimtar komplet, çush luftojnë juve komplet. Dhe dijeni se Allahu është me të devotshmit. Dhe në hadith ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, jam dërguar me shpatë para kiametit derisa të adhurohet Allahu i vetëm dhe mos i bëhet shirk atij subhanahu wa taala. Wa ma hadha, thotë ka shiksoj dhe me gjithë këtë Allahu ja ka tërheq vërejtjen pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe besimtarëve që mos anojnë ka besimtarët. Mos anojnë ka besimtarët. Dhe thot Allah: "Walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila." Sikur na mos të forconim tyje, mos të bënim na të qëndrueshëm tyje, thot ti për pak sa nuk anove. Dhe kena fol për këtë ajet kuranor dhe kuptimin e këtij ajeti kuranor dhe shkakun e zbritjes të ajetit kuranor, do të flasim në një prej pikave që vjen vazhdim që i përmenda. Se për çka ka zbritur ky ajet kuranor. Thot Allahu: ti për pak sa nuk anove. Idhan la dhaqnaka dha'f al-hayati wa dha'f al-mamat. E sikur të anoje, për asam s'ka anue. Allah e ka rujt me anue. Allah e ka forcuar. E Allah thot: e sikur të anoje, atëherë na do të jep një tyje dy fish dënimin në këtë botë dhe dy fish dënimin në botën tjetër dhe ti nuk do të muje të gjesh një ndihmues te Allahu subhanahu wa taala. Dhe tha Allahu: "Wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar." Dhe mos anoni kapale zullumçarve, et juve t'ju godet apo t'ju kaplon zjarmi i xhenemit. "Wala rayba anna Allah ta'ala awjaba ala ibadil mu'minin al-bara'ata min kulli mushrik." Thotë nuk ka dyshim se Allahu xhalla xhelaluhu i ka bë obligative çdo besimtari distancimin prej çdo mushrikut, shfaqjen armiqësisë kundër tyre dhe urrejtjes, wa harrama lil mu'minina muwalatahum warrukuna ilayhim, dhe Allahu ja ka bën të ndaluar besimtarëve miqësimin e jo besimtarëve edhe animin ka ata. Dhe thot Sheikh Sulejman bin Sahman rahimahullahu taala në disatin prej tagutit, thot wal muradu min ijtinabihi huwa bughduhu wa adawatuhu bil qalbi wa sabbuhu wa taqbihuhu bil lisani wa izalatuhu bil yadi inda al qudra wa mufaraqatuhu faman idda'a ijtinab at taghut wa lam yaf'al dhalika fama sadaq. Dhe për qëllim e distancim prej tagutit është urrejtja e tyre, armiqësimi i tyre me zemër, me i demantu dhe me tregu pasaktësinë dhe të kotësin e tyre me gjuhë, me largu shirkun dhe kufrin me dorë atëherë kur kena mundësi, dhe me unda për tyre. Ai i cili pretendon se është distancu prej tagutit edhe nuk i bën këtë punë, se ka thënë të vërtetë. Pra në kohën tonë moderne, ai i cili pretendon se është distancu prej tagutit dhe në anën tjetër ban thirrje për pjesëmarrjen në zgjedhje parlamentare ku zgjidhen persona që do të bëjnë ligje, persona që do t'ja bëjnë njerëzve halal haram çështën këtë dunjë, ky njeri ka gënjur. Se ka mohu tagutin. Ai i cili pretendon që e ka mohu tagutin, e cila është gjysa e tauhidit, çfarë tha. Dhe të njëjtën kohë, pastaj shkon dhe zgjedh deputet që vendosin ligje, kushtetuta të cilat janë karshi dhe në luftë me ligjin e Allahut subhanahu wa taala, i tillë ka gënjur, se ka thënë të vërtetën. Tash na kuptojmë sa e madhe është kjo çështje. Ai i cili pretendon se e ka mohu tagutin dhe pastaj mbart armën në mbrojtje të ligjeve të tagutit, ky person nuk e ka mohu tagutin. Ky person nuk e ka mohu tagutin. Ai person i cili pretendon se e ka mohu tagutin dhe pastaj i ka për miq jo besimtarë të cilët ditë dhe natë luftojnë fenë e Allahut subhanahu wa taala, ky person nuk e ka mohu tagutin. Dhe kjo çështje është vëllazëri shumë e madhe. Wallahi kjo çështje është shumë e madhe. A e dini ju se sa prej njerëzve pretendojnë se janë distancu prej tagutit dhe mbartin armën për ta mbrojtur ligjin e tagutit? A e dini se sa njerëz mbartin armën prej
ushtarëve dhe policëve, të cilët e pengojnë zbatimin e një ligji për ligjeve të Allahut subhanahu wa taala. Dhe të njëjtit pretendojnë se e kanë mohu tagutin. A e dim na se sa njerëz janë pjesëmarrës në sistemin demokratik? Janë antar partive politike, janë thirrsa, prej tyre edhe hoxhallar për fat të keq, të cilët haptazi, domethënë pa keq kuptime, kohëve të fundit nuk po lënë vend për ndonjë arsye prej arsyeve, nuk po lënë në fjalë të tyre ndonjë pikë për të keq kuptuar, janë të qartë se na bëjmë thirrje për avancimin e sistemit demokratik në vendin tonë. Kjo është e qartë, s'di ç'është mi gjithë arsye. Për shkak se besimtarët nga Ahli Sunneti, muslimanët e Ahli Sunnetit, çdo herë mundohen me gjithë arsye njerëzve. Ndoshta kjo, ndoshta kuptohet kështu, mirë po, kur të thuhen fjalë dhe kur të veprohen vepra që nuk ka më shumë se një kuptim, ç'është mi gjithë arsye. Ç'është mu realizu ai bashkimi, ajo parolla e bashkimit të muslimanëve mes atyre të cilët janë të përçan mes veti në parti politike. Ç'është mu bashkimi muslimanëve? Në çka mu bashkue? Ç'është mu bashku muslimanët, ata që pretendojnë se janë muslimanë, ku të njëjtit janë përçan në 15 parti politike, vriten, armiqësohen, urrehen mes veti, edhe ndodhin probleme nga më të ndryshmet për shkak parollave demokratike, jo për shkak fesë Allahu subhanahu wa taala. Ç'është më bukur dashkë? A kuptojmë se rastësisht është kjo gjysa? Mohimi i asaj që adhurohet pas Allahut subhanahu wa taala. Këtu i kemi dy çështje shumë të rëndësishme. E para, çështja e armiqësimit të jobesimtarëve. Për ta kuptuar këtë çështje si duhet patjetër ta bëjmë dallimin mes tre gjendjeve, dallimin e tre pikave në këtë çështje, armiqësimin dhe distancimin prej jobesimtarëve. E para se me fillu, Allah thot në Kur'an: وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا. Ata në vazhdueshmëri ju luftojnë juve që t'ju largojnë prej fesë. Na e besojnë Allah. Na e besojnë që mushafi, Kurani është fjala e Allahut. A besojnë që Kurani është fjala e Allahut. A e ka thënë Allah të vërtetën? Allah ka thënë të vërtetën. Allah po na thot, ata nuk ndalen së luftuari kundër juve derisa t'ju largojnë prej fesë. Dhe pastaj nga ana tjetër shohim parola prej besimtarëve ku ata thrasin në bashkëjetesë, në dashuri, në mirëqenie, në mirëkuptim, në tolerancë, në drejtësi, në edhe kështu me radhë. Që tha një prej dietarëve, kadhabu wa sadakallah. Kanë gënjy e të vërtetën e ka thënë Allah subhanahu wa taala. Ata kanë gënjy. Mirë po, mirë për ata të cilët i thonë vetit musliman, e këtë çështje nuk e kanë kuptuar. Dhe në këtë çështje kanë shiktyre parola të jobesimtarëve të cilët prej jashtë janë shumë të bukura, mirë po prej brenda kanë armiqësi dhe urrejtje dhe luftë ndaj fesë Allahut subhanahu wa taala. Në kësi lloj parola janë prezent edhe shumë prej atyre që i thojnë vetit musliman. Edhe shumë prej atyre që i thojnë vetit hoxhallar për fat keq. Për fat keq. Tha Allah në Kur'an: "Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya." O ju që keni besuar, mos e merrni për mik, për ndihmues, për përkrahës armikun tim dhe armikun tuaj. Mos e bëni me dost armikun, nuk bëhet me shejtani dost. Nuk bëhet me dost punëtor të shejtanit, nuk bëhen dost. Ata bëhen, ama ti bëhen si ata.
Ja ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan-nasara awliya ba'duhum awliya ba'd. O ju që keni besu, mos i merrni krishterët dhe jehudët awliya. Në mendimin më të saktë të dietarëve, awliya ka për qëllim ndihmues. Më vonë ata më ndihmu juve ose ju më ndihmu atyre. Wa ma tawallaw minkum fa innahu minhum. Kush për juve i mitson ata në kuptimin e ndihmimit dhe përkrahjes së tyre, ai është prej tyre, më nuk o prej neve. Allah në rujt. Është prej tyre. Pika e parë shumë rëndësishme. Wujudul adala. Ekzistimi i armiqësimit. Kanë thënë dietarët. Fa hadha la budda minhu lil muslim. Ekzistimi i armiqësimit në zemrën e besimtarit, thonë dietarët, është çështje e patjetërsueshme. فوجود عداوة الكفر وأهله في قلبه من مقتضيات الإيمان. Për shkak se ekzistimi i armiqësimit të kufrit dhe vepruesve të kufrit në zemrën e njeriu është prej çështjeve të imanit kryesore bazament. فإذا زال وجود هذه العداوة في القلب فلم يبقى لها أثرا مطلقا. Thonë dietarët, në momentin që shkullet, nxirret prej zemrës së njeriut, së muslimanit, besimtarit, armiqësimi i jo besimtarve, thot në zemrën e njeriut nuk jetë më gjurmë e imanit. A dini sa e madhe kjo? A dini sa e madhe kjo? A dini sa njerëz i bin këtë çështje? Që me gjuhë të tyre paraqesin që jo na nuk i urrejnë ajo besimtarët. Na krejt i respektojna. Krejt fet qellore i respektojnë. Veç Islami është qellore. Feja e vetme e zbritur prej Allahut është Islami. Çdo pejgamber ka thënë Islam. Me po munafikët që i përkatëson Islamit, thonë ne respektojmë të gjithë. Bëjnë lutje Allahu subhanahu wa taala. Vazhdoi sa kjo shumë e madhe. A mundi me paramendua deri në çfarë derexhe arrin çështja e munafikëve dhe ulemave të tagutit, që kur është një pyetje, një gabim, po këshilla, kur tham gabim, jam duhet thonë, supozojmë që o gabim, tazojmë që o gabim 100%. Kur ban gabim një musliman, ngriten me vërsulje për më të randave, me etiketime për më të randat të këtij muslimanit, apo të këtij grupit të muslimanëve. Që po themi, 100% kanë gabuar. A ka gabim më të madh se sa gabimi i Khalidit radhiyallahu anhu? Çka tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? A filloi tash me mbajt ligjërata, cikël të ligjëratash kundër Khalidit, a? Tha, o Allah, unë distancohem prej veprës së Khalidit, jo prej Khalidit. Khalidi apo komandanti muslimanëve vet. Khalidi mbet Khalid apo radhiyallahu anhu wa anhum ajma'in. Kur ban gabim një musliman, dunjan e ngritin këmbë. Edhe pyetët i njëjti, kur thamë pyetët ky i njëjti, ky nuk ka hoç katuni. Ky është mufti i umetit vëllazë. A lejohet, kështu pyetje bëhet. A lejohet ta presim mendimin se papa është zjarr xhenemit? Jo, me pas kujdes. Jo, do me pas kujdes. Se se dim që ka pas përfundimin. Na themi që kush dek duke bërë shirk Allahut është zjarr xhenemit për gjithmonë. Ama në konkret për papën, jo mos ja, kuptoni, për papën. Thotë jo, nuk e dim që ka pas përfundimin. Mufti umetit e ka. A kuptojmë sa deri ku ka mri munafiqlloku edhe munafikat? Ti ku ka mri? Dhe sa rrezikshme është kjo çështje. Ta spjegon hoxha, muftiu, shekhu i umetit për ta. Ta spjegon negacionin e tetë të shekhu Islam Muhammed al-Wahabi, ku thot se ai i cili i ndihmon një besimtar kundër muslimanëve është kafir, ta shpjegon në mënyrën më të mirë dhe pastaj i njëjti jep fatva që muslimanët të jenë pjesë e aleancës të kryqalive kundër muslimanëve. A kupton çfarë? Ku ka mri munafiqllëku edhe nifaku.
Edhe sa është e rëndësishme që besimtari në men ta lodh veten me mësu çështjet e tauhidit dhe akides. Shumë e rëndësishme. E para, për çështjeve është që të jetë prezent armiqësimi i besimtarëve në zemër. Në moment që largohet nuk jetë gjurmë e imanit në zemrën e njeriu, dhe kjo është negacioneve të islamit të mëdha që nxjerr njeriu prej feje. E dyta, idharul adawa, shfaqja e armiqësimit. Thot, fa hadha min wajibati at-tauhid wa shuruti istiqamati al-islam. Kjo është prej vajibateve, prej obligimeve të tauhidit. Dhe është prej kushteve të qëndrueshmërisë së islamit, të plotësimit të islamit. Thot, në qoftë se kjo armiqësi është në zemër, mirë po, nuk manifestohet me gjymtyr, nuk ju shfaqet atyre, thot, ka mundësi me qenë kufër i madh që nxjerr pi feje. Ka mundësi me qenë mitësim i vogël që nxjerr pi feje, ka mundësi me qenë mëkat prej mëkateve, dhe ka mundësi me qenë e lejuar me kushtet e saj. A kupton? E para pikë. Në qoftë se nuk është në zemër, s'ka iman njeri. Nuk o musliman. Ai që nuk i urren një besimtar për shkak kufrit dhe shirkut që ata e bën Allah, në zemrën e tij, i tillë nuk është musliman. Në qoftë se i urren në zemër, u ashfaq haptazi me gjymtyr, e manifeston me gjymtyr, kjo është plotësimi i imanit. Por në qoftë se nuk u ashfaq, ka raste ku bën kufër, Allah na ruaj. Ka raste kur është mëkat, ka raste kur është mëkat i madh, ka raste kur është mëkat i vogël, detale ka shpjeguar dietar, edhe ka raste kur është e lejuar. Po kemi raste nga shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Apo pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në periudhën e Mekkës, jo çdo sahabi e ka manifestuar urrejtjen e jo besimtarëve me gjymtyr, a me zemër e ka pas. Se kanë qenë të dopt. Pa ka manifestuar, për shembull Abdullah ibn Mesud radhiyallahu anhu, ka qenë i dopt, ka qenë pa familje, pa kabile, s'ka pas kush me mbrojt, megjithatë ka dhënë çapë, ka lexuar Kur'an, u ka shfaq. Po ka pas të tjerë për të doptëve që e kanë shef. Për shkak gjendjes së tyre e kanë shef. Mirpo, ajo duhet me qenë prezente në zemër. Thot Sheikh Abdul Latif ibn Abdurrahman, djali i Abdurrahman ibn Hasenit prej stërnibëve të Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Wa mas'alatu izhar al-adawati ghayra mas'alati wujud al-adawa. Thot, çështja e shfaqjes së armiqësimit është një çështje, dhe çështja e ekzistimit të armiqësimit është çështje tjetër. Ne zgjidhim përzik këto. Nuk janë njëjtë. Nuk janë një kategorisë. E para, e dyta, pra, ekzistimi i armiqësisë në zemër është obligative. Në qoftë se nuk është, njeriu bën kufër të feje. Shfaqja e armiqësimit varet prej gjendjes së njeriu. Jo secili e ka mundësinë me shfaq armiqësinë kundër jo besimtarëve. Jo secili. Thot Sheikh Ishaq ibn Abdurrahman, ولا يكفي بغضهم بالقلب بل لابد من إظهار العداوة والبغضاء قال الله تعالى. Thot, nuk mjafton veç me zemër, po duhet edhe me gjymtyr me shfaq armiqësinë edhe urrejtjen. Thot Allah, ju e keni shembullin e mirë Ibrahimin alayhis salam. Kur i tha popullit vet, në rëndësishëm për ju për asaj që adhuroni, ka filluar mes neve dhe ju armiqësia përgjithmonë derisa ju ta adhuroni Allahun subhanahu wa taala. Dhe kur t'i bashkojmë komplet argumentet rreth kësaj çështje, vim në përfundim që shfaqja e armiqësisë, shfaqja e mohimit të tagutit, pra, thon ndryshe, shfaqja e fesë së Ibrahimit, milletu Ibrahimin me shfaq me një vend prej vendeve, në qoftë se njëri prej muslimanëve, njëri prej xhallarëve, njëri prej dietarëve e shfaq, të tjerë nuk e kanë obligim me shfaq, por nëse shfaqin bëhet mirë. Bëhet shumë mirë. Në këtë zamanin tonë, në qoftë se dikush nuk flet në mënyrë oficiale për demokracinë, nuk thotë që çfarë ka njëri. Ka lënë diçka të rëndësishme për fesë. Mirpo, nuk themi që ka dalë për fesë. Në qoftë se ekziston, nëse dikush flet, të tjerë se kanë obligim këtë me fol. Haptazi. Ama në qoftë se askush nuk flet, është problem. Nëse dikush ka fol ndonjëherë tash nuk fol, edhe kjo është problem.
Mirë po, apo duhet kemi kujdes të kjo shfaqje e armiqësisë, për shkak se ndodh ndonjëherë me pas na këtë kuptime, ose me qenë të këtë informuar, ose me qenë ignorant të çështjes, edhe me thonë, po para ka fol tash nuk fol. Tamam, për para ka fol. Nëse fol tash dikush tjetër dhe personi fjalë nuk fol, ka mundësi pas ndonjë arsye shëratike që nuk fol, dhe arsyeto te Allahu subhanahu wa taala. Mirë po kalon diçka shumë të madhe. Kalon diçka shumë të madhe. Diçka shumë të rëndësishme për fesë Allahu subhanahu wa taala, Allahu për mësuar gjendën tonë. Edhe e treta, hedhja poshtë komplet armiqësimit. Po ka ekziston një grup i njerëzve që e kanë hedhë poshtë armiqësimin këtë, nuk janë armiqësojnë qafira. Përkundër asaj që përmendëm më herët, thrasin në armiqësimin e tyre, në dashurinë, respekt, edhe kështu me radhë, dhe kjo është prej negacioneve që e nxjerr njeriu prej fesë së Allahut subhanahu wa taala, dhe çështja e dytë është çish me shfaq armiqësinë kundër besimtarëve. Çish me shfaq armiqësinë kundër besimtarëve, kjo realizohet duke e pasu udhëzimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në qoftë se besimtarët janë njerëz të cilët e luftojnë Islamin, atëherë shfaqja e armiqësimit kundër tyre është luftimi i tyre. Çish ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atëherë kur ka mundësi, atëherë kur ka mundësi, në qoftë se ata janë besimtarë të cilët me ta kemi marrëveshje, ose janë krishterë dhe jo që jetojnë në shtet islam, ose me ta kemi marrëveshje, ose atyre u kena dhënë siguri, atëherë shfaqja e armiqësimit kundër tyre është, kanë thënë dietarët, mos më dhon ti selam atyre. Pa përshëndetjen atyre. Mos më u mundsu atyre me dal mbi, me marr mikrofonin ata me fol. Mos më mundsua. Mos më mundsu atyre me dal në mëngjeset e përgjithshme të njerëzve dhe me fol. Mos më xhanu rrugën atyre, po më ngushtu rrugën atyre. Mos më i përdor ata në punë të muslimanëve. Ata ti nënshtrohen, apo ata tjenë të vazhdueshëm në nënshmim. Ka shumë muslimanëve, dhe më thonë tjenë të nënshmuar, dhe ti kundërshtojnë muslimanët në veshjen e tyre, edhe në mjetin e udhëtimit të tyre. Pra tjenë të dallun, qysh i ka dalluar në kohën e Omerit radhiyallahu anhu. Lutem Allahun që Allah të na jap kuptim të fesë, lutem Allahun që Allah të na mundson të plotësojmë të dy pjesët e tauhidit, mohimin e tagutit dhe adhurimin e Allahut subhanahu wa taala. Walhamdulillahi rabbil alamin.